Përshëndetje, mirë se erdhe sërish në videot e mia këtu në kanalin tim të YouTube-it. Si që kuptoni, Alda tani më po bën video çdo javë për juve. Content. Ka më bukur? Të gjitha gocat që më shkruajnë çdo ditë, të lutem Alda na posto video, mendoj dhe besoj që janë më të lumturat kur ju vje notification se Alda ka postuar video të reja. Unë kështë dërguar bekin me nënën e saj, Gjira, me denshën, unë do jem me lirë tani, dhe gjeni qëfar, erdhen, vetëm 15 minuta ishte ndarja. Ha, mami, do t'y pësh këtu. Një ditë vendosa të bëj pushim nga videot, pra mos të filmoj fare, ishte e diela, sepse ishte shumë bukur. Kaluam në Tiranë, por tash nuk do rri në telefon dorë sot. Dhe e hëna, normalisht e hëna është vrulli punëve. Por nuk kisha ndonjë gjë interesante për të treguar, ndryshe nga ato çfarë kam treguar në videot e kaluara. Shkova në mëngjes palestër, pila një kafe me Rogirtin, mora dhe bekin, edhe pastaj shkova direkt te puna. Tash, veçën se jam gjikoz në vëllë sipër, nuk po bëj video. Kur bëhem gati, për shembull kur po bëj këtë make-upin tani, më duket më kollaj që nda hap atë videon dhe të flas. Se çfarë do bëj dhe çfarë kemi bërë. Pra, praktikisht edhe unë dua t'ju tregoj, edhe juve keni nevojë të dini për sa i përket ditët që unë nuk jam ndoshta aktive dhe ditët që do vinë. Kur them ditët që do vinë, është se në këtë video do shikoni edhe një udhtim që kam vendosur të bëj këtë fundjavë. Në planet tona, ky udhtim ishte për 8 vjetorin e martesës. Gjithmonë për 8 vjetorin e martesës, ne udhtojmë diku. Patjetër, çdo vit e kemi bërë përveç vitit kur kam lindur Roy, ka qenë Roy 2 muaj, nuk lëvizem fare. I bie viti i dytë. Dhe më duket edhe një vit tjetër. Jo, çdo vit kemi udhëtuar, me sa mbaj mend. Edhe fatkeqësisht dhe këtë vit na ndodhen gjërat në herë në atë mënyrë që ne mos të kishim mundësi të lëviznim. Përpos kësaj edhe data ishte gjatë javës që e bënte më të pamundur për të lëvizur, sepse kishim shumë punë tek puna. Vendosëm të shkojmë në Athinë, sepse atje kam edhe një mikesh time, që unë ja pata premtuar, patjetër do vi në Vjesht, se i thashun që në Vjesht udhtojmë patjetër, kemi për vjetore, kemi hapësirë plot për të bërë udhtime, por ja që në zori kaq vonë pa udhtuar. Edhe më shumë se unë i kisha premtuar që do vi, thash të shkojmë në Athinë. Për shumë arsye. E para, mikeshës time i para premtuar. E dyta, gjithmonë kam patur qejf të shkoj në Athinë dhe sa herë ne presim bileta për shkuar në një nga vendet ishujt e Greqisë, me një mundësi shumë bukur. Ne nuk ka di që nuk dëgjojmë muzikë greke, Rogirti ka shumë fiksim. Edhe nuk e di pse me kulturën greke jemi shumë të libër, kemi shumë takimet e bukura. Beki çfarë po bën? Edhe patjetër që vendosëm shkonim atje për këtë ndjesitë e bukura dhe për një eksperiencë ndryshe, duke qenë se së fundmi kemi udhëtuar shumë drejt Italisë dhe nuk do edhe një herë të shkonim në Itali, se kemi plot raste të tjera. Vendosëm të shkojmë në Athinë me Zero Press, do jetë brenda kësaj video, për momentin nuk kam asnjë ide. Kemi rezervuar te një super hotel, më i miri atje, mendoj. Edhe me Zero Press për gjithë eksperiencën ndryshe këtë herë. Në fakt, çdo herë është dhe çdo udhtim është një eksperiencë ndryshe. Këto janë planet për fundjavën. Tani sot po bëhem gati, kam punë në Tiranë, kam disa takime që kisha lënë të gjitha për sot. Edhe e kam ditën e ngjeshur, tash po bëhem gati. Po bëj dhe një get ready with me në TikTok, siç i bëj zakonisht unë atje, dhe nëse nuk më ndiqni, duhet të shkoni të më ndiqni dhe atje. Është shumë thjesht, njerëz hap një user fake, se na mbytën të userat fake, edhe nëse nuk ja u lejnë të shtëpisë ose nuk e di si funksionon, se jam shumë larg saj,
u bërë shumë vite. Pse, kush është arsyeja që nuk keni një TikTok, edhe me ndiqni se dua shumë pozitivitet atje, se të mbyt llumi edhe nuk dua që mos jem aktive. Njëkohësisht po merrem me shumë plane të bukura për punë, për detaje të ndryshme, gjë që unë nuk i ndaj dot të gjitha. Po mami. Po e hodhe tani, mere. Edhe nisi pres të ndaj secilën nga ato, një nga një. Po më shpirt, po. Po më mami. Je shumë e mirë. Do përdor dhe këta për pak këtu për syve concealer në të zonën, shumë pak se ky është shumë po bije goca! Nuk fokuson do që të flasë ndërkohë që bike shtu dhe mund më bije nga momentin moment. Më duhet patjetër të porosis, e keni parasysh atë që kur rritem pak është ai stoli që është me mbajtse, pra futet aty dhe mund të laj dhëmbët, mund të hypet tek banaku, ndërkohë që ti bën një punë atje. Nuk hapet kjo mami. Ja shikojnë se çfarë do të hap. E shikojnë pak, se ku hap kjo bie gjitha në tokë. Dhe përveç kësaj, të gjitha rrobat e mia këtu, dalin jashtë për lërin. Mami të lutem. Jam shumë e lumtur që kam pëlqyer këto videot, shoh që keni bërë goxha komente dhe me lumturon pa mas. Në këtë mënyrë e kuptoj shumë mirë nëse po bëj videot e duhura apo jo. Se në fillimet e tua ti mundohesh normalisht të rritesh sa më tepër edhe nuk e di mirë asaj gjëje, jepesh të tipit bën dhe gjëra që ndoshta të pakontrolluara, si të duhet ajo vëmendje, ose të duket sikur në këtë formë ti mund të arrisësh, ose ti mundosh të eksperimentosh në shumë forma të ndryshme. Derisa kupton që të paktën, mendoj se e kem arritur atë, si ta them, do të thënë atë vëmendjen ose famën, le të themi, që deri diku më mjafton që kam këtë lloj fame të pastër, di nëse po kupton, pra kam arritur të kem atë audiencën që unë kam dashur gjithmonë të kem, pra jemi në këtë pikën, dhe kur ti arrin këtë audiencën, normalisht që s'ka fund, por flas e përgjithshmja, unë jam shumë e lumtur për gjithë njerëzit që më ndjekin dhe pozitiviteti që më rrethon dhe gjëja që unë bëj, jam shumë e natyrshme. Ndoshta, jo se nuk kam qenë vetja, gjithmonë kam qenë vetja, realisht, por tani nuk dua ta bërtas, dua ta jetoj. Pra, kështu jam, kjo është rutina ime në këtë formë, edhe thjesht po t'rregoj hapat që unë bëj gjatë një dite, udhëtimet, blerjet, çdo gjë që në të vërtetë unë po i bëj, jo se nuk i bëja. Thjesht tani e marr, se këtë po ma thoshte edhe Roketi kur pa videot e mia, tha, sa bukur po i bën video, domethënë edhe mënyra se si flet e kështu. Domethënë jam më e qetë, ka shumë arsye pse prandaj dhe gjithmonë thoya prit se s'është momenti i duhur, ndoshta isha shumë, dhe kur je shumë e përhapur në shumë gjëra dhe shumë angarkuar, ti nuk e merr atë vëmendjen e duhur për të qenë, ose qetësinë e duhur për ta bërë gjën, dhe thjesht ti po e bën se duhet ta bëj, por në realitet, momentalisht, ndjem shumë rahat. Kaq për këtë gjën, juve tani keni për detyrë të më thoni që ishte e vërtet, kjo gjëja është e vërtet si ju duket juve, ky rikthimi im, apo përveç të gjithave, të jem prapë e sinqert me ju. Ardhja e Bekit në jetën time ka ndryshuar gjithçka. Mësia për herë të dytë më ka ndryshuar shumë. Jam bërë shumë më e brish, shumë e përfshirë në familjen time, shumë gjëra ka ndryshuar një ndjesitë e mia dhe nuk asgjë e jashtme nuk më bën përshtypje dhe nuk më ndikon në lumturinë që mua më japin fëmijët e mi. Sado që unë jam dukur një vajzë e suksesshme, e kurdiun me këto që mund të tregojnë rrjetet sociale, ka qenë një periudhë kohë që unë dëmtova shumë. Për atë që ka ndjekur podcastin e din shumë mirë, çfarë po ato tash se si ishte ky plani. Allah. Edhe
E vitme që duhet të ndryshon të atë alën e coptuar mbase. Fatmirësisht jo nga rrethana familjare, se kjo është akoma më e rëndë, por për ata që e din se zua t'i fute më asaj gjës, ku lash flashin, edhe mbase ishte momenti që të ndryshoja rrënjësisht edhe gjakun. Se kur vetë është të zënë, edhe lind pastaj edhe gjaku e gjithçka e trupi ndryshon. Mbasi ishte kjo gjëja dhe më ka ndryshuar rëndësisht. Jam shumë e paqët me veten time, me njerëzit e lumtur, nuk dua as të merrem jo hakmarrje, jo ç'a bëri tjetri, nuk më intereson fare, më intereson shumë ajo pika drejt jeshile në rrugën time dhe ç'a bëjnë tjerë, ç'a thënë të tjerë, fare zeri u betohem. Tani unë pa bëj këtë video se të bëhem gati si që thashja pa bon, dhe mos e zjatëm shumë se ky vlog do jetë shumë i bukur, se po pretendoj ta fus edhe Athinën këtu, se 3 ditë atje do të tregojmë sa do të tregojmë, po mund të jetë një video mbasi 10 minuta. Ju doni si film këto video, ti doni të gjata, se ndryshe nuk e pëlqejnë. Edhe kështu, ju dua shumë, jeni shumë të mira. Arsye pse unë bëj vlog, jeni juve dhe arsyeja pse më keni gjën, jam unë. E kështu anë asjeltas. Ju uroj një ditë të mbarë dhe javë të mbarë, se sigur që kjo do jetë në një fillim jave kur të postohet. Një total look do jo tregoj, se përrem gjitha të make-up. Kjo është veshja ime për sot. Sa bukur. Kjo është bluzë që kam blerë në Milano, edhe syzet. Pleqerekshet janë nga Amitele Studio dhe takat nga Zara. Jemi shumë afër, nuk dallojmë shumë, por që kjo është ideja. Kam bërë gati valigjen, kam bërë dhe çantën e shpinës, kjo është Rogertit, valigja është e imja, edhe gati. Këtu kam marrë edhe çantën e krahut, kam futur thuajse të gjitha gjërat esenciale, edhe një çantë tjetër këtu që do më duhet. Në marrë dhe këtë çantën tjetër, dhe kjo normalisht për kombinimet e mia, por nuk nxoj vend, kështu që do ta fus të brenda. Atletet që do vesh nesër janë këto këtu, të cilat do t'i kombinoj me këtë kostumin që e vara këtu. Ta kem gati. Jemi bërë muj këtu te dhoma. Do marrë dhe këtë paltën e zezë, të cilën duhet jap një kështu të pastruar, për nuk di ku e kam lënë atë që heq qimet. Edhe këtë paltën tjetër. Nuk e di pse po marr 2 palto, mbase duhet ta kisha lënë njërën, por ju e dini që unë më mirë mbi ngarkohem se sa lë gjëra. Ndërkohë që unë po bëja valigjen gati, Beki mi ka hedhë të gjitha atletet, këpucët në tokë. Qa të gjeje. Nuk më lë asgjë në vendin e vetë, asgjë. Po fundja hutohet me këto dhe unë lë bëj qefin e vetë. Dhe si që thash jam që kremoj këtu se bërë gati, jo roba që me duhet, që s'me duhet. Edhe kam bërë krejen pastite që ti kisha të drejta gati për këto 2 ditë e gjysëm, 3 ditë i bie, po gjithmonë nga dita e tretë edhe mund t'i bëj ndonjë slip-on. Si që shikoni, mi ka ardhur një kasë e re, kam porositur në një web që më ndiqni me sponsor, edhe më pëlqen shumë ky printi, ndaj e porosita dhe më erdhi për 2 javë. Jemi thuajse gati, çdo gjë kemi bërë gati. Sot kur bëra çerpiket mi ka skuqur pak sy, ky syri këtu me djeg, edhe më është skuqur, por besoj deri nesër më është qetësuar. Dje nuk kam filmuar fare, duke qenë se ka qenë një nga ato ditët jo më të mira të mia, sepse kemi qenë për vjetorin, për kujtimore, nuk e di se si i thoni juve, të xhaxhit tim, kur shambamën që vjet 1 ditë para, 2 ditë para Halloweenit, domethënë më vdiq xhaxhi, edhe kishim
për kujtimorën, ishim atje dhe normalisht dita nuk na shkoi dhe aq mirë. Janë ato kujtime, gjëra që të bëjnë të reflektosh dhe të mendosh. E kështu gjëja. Nuk filmova dhe s'kisha çfarë të filmoj, pastaj erdha në punë dhe bëra disa gjëra. Sot u zgjova në mëngjes, shkova në palestër, bëra pak palestër, por prapë më vjen keq se sa herë udhtoj, ndërpritet, ose më dalin punë para dhe nuk shkoj, ose kur të vi nuk gjej fare mundësi të shkoj. Më vjen shumë inat se sa dua ta nis dhe dua vërtet ta disiplinoj veten te kjo pjesa, si me ushqimin bashkë me palestrën, të gjitha bashkë. Në fund të ditës është një gjë që mua më bën të ndihem e lumtur, por fakti që jam sa këtu sa atje, nuk arrit dot të jem. Do mundohem atje t'i bëj 2-3 ushtrime për muskujt e vitheve, kështu më tha dhe instruktorja, tha mundohu. Duke qenë se i bie fiks një javë nga momenti që ne jemi ushtruar pjesën e këmbëve dhe nuk të bën mirë, se prap ti do t'ja fillosh nga fillimi muskulit atë ushtrimin dhe prap do dheme dhe prap do jesh pa ndonjë progres të kjo pjesa. Dhe tani do mundohem që të rri dhe pak me bekin, se dhe 1-2-3 orë zgjuar dhe pastaj jemi për gjumë, do zgjohemi herët e kemi fluturim në mëngjes, në orën 6 bëhet nisja apo 7, diçka e tillë. Atje me pret mikesha ime sapo të zpresim nga avioni në aeroport, do më dalë para jo, me si po pres, se di që do kënaqemi këto fundjavë, se herë në fundit që ne kemi udhëtuar ka qenë me Rojnë dhe Bekin në Paris, që normalisht është ai vulli dhe nuk është e njëjta gjë siç ne udhtojmë kur jemi vetëm, që s'kemi këto përgjegjësitë. Dhe herën tjetër, direkt mbas një javë që shku, mbas 2-3 ditë çfarë po them. Në Milano ishte për punë. Këtë herë jemi totalisht për qef. Do ja dedikojmë këtë fundjavën njëri tjetrit edhe do kalojmë sa më brëndi, do të takojmë njerëz që njohim edhe jam shumë entuziaste, realisht më ka marrë të shkoj një nga vendet e Greqisë, se fundmi kemi shkuar shumë shpesh në gjitha vendet e Italisë, pra këtë vit kam shkuar në Itali 3 herë. Edhe duke përfshirë si sot viti 4 herë që ishim në Romë, pa u bërë viti 4 herë kam qenë në Itali, kështu që kam nevojë për atmosferë greke, muzikë greke, më pëlqen shumë ajo. Muzika dhe vibe që ka Greqia. Kemi gati, kemi paketuar çdo gjë të mundshme që na duhet për këtë udhëtimin. Edhe më shumë se që na duhet, si gjithmonë unë marr shumë gjëra me vete. Gjithmonë them, më mirë t'i kem edhe mos t'i përdor, se sa të them pse se mora edhe këtë. Nuk e di, por jam shumë e çuditshme, aq më tepër kur e di që do blej atje për shembull, edhe prap andej shkoj e mbi ngarkuar. Se kështu jam unë. Asnjëherë nuk rrit dot që të shikoj se çfarë më del para dhe të pres. Shkojmë te tavernat, si jemi fiks në bas këta ecjes, dhe në gjithjes që kemi bërë për këtu, fiks për një suflaki.
Tani po zbresim nga Akropolis, ishte shumë bukur, sidomos pamja. Qëndruan pak, bëm sa foto dhe tani kemi zbritur. U lodhëm pak, se ngjitja ishte pak sa vështirë, se është malore, por ja vlen të patjetër. Tani shikojmë ku do konsumojmë drekën. Dhe jashtë të drejti. Hajde. T'ju tregoj pak çfarë metode parkingu ka këtu. Si quhet ky parkingu? Më thënë, ti fut po, vendos makinën te ky ashensori dhe zbret poshtë. Thjesht ti dorëzo çelësat, edhe të vjen makina ose parkohet makina. Jasas! Hajde t'ju tregojmë dhomën dhe bëjmë një tur, se kjo dhoma është thjesht një ëndër. Të kalojmë nga tualeti. Nuk di, a ka tualet më të bukur se ky? Hajde, tregojmë pak. Është shumë i bukur. Shumë, kemi njërin e kemi për vjetin, tjetër për mua. Tu kemi një vask. Tadam! Këtu është dushi, këtu është vaska, dhe këtu mbrapa kemi një pasqyrë për të gjitha outfitet e mia. Është shumë i bukur. Hajde të tregoj tani edhe pjesën e më kryesore do thoja. Pjesën ku do flem. Come on! Këtu kemi garderobën. Shikojeni pak? O zot, sa e bukur. Kemi dy, pa tjetër. Do kemi dy. Come on, t'ju tregojmë pak edhe pjesën tjetër. Këtu është krevati, shikojeni sa i bukur është. Duket sikur jemi në Paris. Apo jo? Vërtet duket sikur është një pjesë nga Parisi, por duket shumë e bukur. Edhe këtu që kemi këtë zonë ku do bëjmë make-upin, high stili. Këtu kemi televizori, minibarin, besoj? Po. Këtu është minibari, feri, stili se mos po gaboj në një gjë duke përprezentoj si që duhet? Po, super. Okej. Edhe kjo dhoma është goxha e bollshme, përveç se është shumë e bukur. Tu kemi sa e bukur dhe pamja, shumë qetësuese. Sa bukur. Një pamje që nuk e kemi parë, përsa i përket zonës nga erdhëm, se ka parë e kemi parë, ka shumë rëmuj, por kjo pjesë që ka shumë bukur. Edhe ngjyra, gjithçka është, nuk e di, dhe hotelet më të bukura. Unë gjithmonë se shkoj në një hotel bukur, them, ky është më i bukur që kam parë. Por ky është një ndër ato më të bukur që unë kam parë deri tani. Është shumë bukur fiks për video që do bëj unë, outfite, pafund, më pëlqen çdo detaj. What? Sa po jemi rikthyer në dhomë, kemi mbaruar darkën edhe erdhëm tek dhoma. Stili i shkoj të shtëpia është 15 minuta larg nga hoteli jon. Edhe do bëhemi gati të pushojmë pak sepse nga ora 11 e ca do dalim për muzikë live këtu në se si quheshin ato që tha Stili. Këto netet live. Harova. Nëse
Ajo çfarë unë doja të bëja në këtë video është në këtë moment të tregoj pak se çfarë mora tek Sephora, se normalisht kaluam aty dhe ndaluam. Darka ishte fantastike, ai restoranti që ne ishim ishte fantastik. Pamja, bukuria, detajet, ishte kaq vibe parisien sa nuk e keni iden. Ushqimi ishte tjetër nivel, nuk kisha provuar ushqim të tillë më përpara. Kudo që kemi shkuar, kemi ngrënë ngjyra të ngjashme me ato që ham në Shqipëri. Por aty ishte totalisht shiere dhe na ka lënë shumë bresa. Nëse do vim sërish në Athinë, patjetër që të shkojmë prapë dhe nëse juve do jeni, duhet patjetër të shkoni të paktën një vakt, s'është të thënë dark, po edhe drejt. Thjesht ne arritëm për darkën duke qenë se ishim pak vonë. Fillimisht, i tregoj pak këtë orën që bleva, ndaluam tek një dyqan që shiste ora dhe më tërhoqi te vitrina kjo ora. Nuk e di, është gjëja më e bukur ever dhe shikoni pak se sa më shkon, duke shumë timeless, klasike. Okej, ngjam pak me atë të Cartier, por nuk ka lidhje, ky është një brand tjetër dhe duket shumë bukur dhe nuk ishte shtrenjtë sa mund ishte Cartieri. Ishte një çmim goxha i mirë dhe mendoj se ja super blen. Nëse hoqa orën time se po më pëlqej të mbaj këtë. Tani t'ju tregoj se çfarë mora tek Sephora. Nuk është se mora ndonjë gjë wow, por ju e dini, kur më ngon diçka dhe unë dua të futem aty, patjetër që do ngel një gjëra në dorë. U futa se doja të merrja e peqis, sepse këtë zonën e syve më ardhi shpejt nga lodhja dhe i kisha harruar ato që unë kisha ndërmend të merr me vete. Mora këtu që vijnë diku te 5 pako të tjera. Gjithashtu mora dhe këtu për anti-age dhe pjesës së nxjerrjes për syve. Mora vetëm një palë, në dy shërimën, dhe 2 maska të Biodance që është maska e famshme shumë mirë, ka përdorur atë rozën dhe nuk di s'ka fjalë. Çfarë mora tjetër janë dhe këto letrat e lagura që janë me eksfolues edhe për të hequr make-upin. Po, dyna. Mora një blush powder nga Rare Beauty. Tani, nuk po zera hat, karar me blush powder. Do më thënë, kam sticker, por nuk kam një të mirë powder. Kjo më pëlqeu nga gjithë ato që unë pash. Mendoj se kam marrë nuancën e duhur, pra ngjyrën e duhur. Por rrinte shumë mirë. Oroj, t'ja kem qelluar. Aty tek mini size, mora këto nga Mario. Duke qenë se më pëlqejnë shumë këto paketimet e vogla, ju mund t'i merrni kudo në vete, por ju jep shansin të ta provoni, ta testoni si produkt dhe në rast që ju pëlqejnë ju mund të merrni plus size pastaj. Glow Screen Sunrise edhe është me mbrojtës me 30 SPF. Unë e kam, por mora një mini që ta kem edhe ka fuskullajt e ajo çantës që marrë me vete për make-up. Nisa, këto ishin çfarë mora më tani, nuk është se kemi ndaluar për të blerë diçka tjetër, nuk është se na duhet ndonjë gjë tjetër, por meqenëse se kjo orë më pëlqen shumë. Edhe këto ishin mora me duan. Nuk kam blerë gjëra kot. Por mendon që mos të blej gjëra kot, mos të përfshihem në këto blerjet, që bëjmë zakonisht kur lëviz. Më shumë të shijoj udhëtimin. Tani bëjmë mirë që të pushojmë pak, se jemi gjithë natën për muzikë live për të dalë dhe me sipërpres është hera jonë e parë mbas sa vitesh që ka lindur Roy. Nga momenti që ka lindur Roy dhe sot ne nuk është se kemi dalur për muzikë live natën ose party, ku diun, thjesht nuk i njohim. U bë shumë kohë vetëm kur kemi qenë të fjuar që dilim thuajse çdo fundjavë. Por si duket nuk na ka shijuar më, nuk ka qenë ai vibe që ne kemi dashur në Tiranë, në Shqipërinë tonë të dashur, dhe mendoj se jemi fiks në vendin e duhur për të dalë edhe për të shijuar ekstra, siç duhet të shijojmë kur jemi pa fëmijë. Edhe kështu njerëz. Jemi veshur për të dalë,
Kjo është fustani për sonte. Është shumë e bukur. Kam kombinuar me qismet. I love it. Thjesht I jemi shumë rënd. Që na u desh neve, të kalonim një sy gjumë. Thjesht me bërë më keq se që ishim. Sot I ma syti I kisha pak keq, tani u bën akoma dhe më keq. Me dhimbje koke po, uroj të na kaloje. Sa po të dëgjoj muzikë greke, se realisht jemi shumë rënd. Mëngjesi një natë, përfundimisht nuk kemi përrit natën Dalimi aty, një kafe mbas dite, një dark, kaq. U plakë. Jo, realisht, jo të super lodhur, po ne jemi quar në 4 dhe ditën që jemi nisur për të ardhur këtu. Edhe brëm jemi thyrë në orën 4 tek hoteli. Historia e këtij kostumi Rogerti është e lezetshme, se unë doja të merrja 2 kostume për secili nga ne. Dhe tha Rogerti, po më fala, nuk është I njëjti, vetëm se të do marrësh, do më ngarkohesh. Edhe thash, po të kushte që e ke mirë, ka veshur timen. Kjo është pamja nga mëngjesi. Oh my god, fantastike. E ku duket Akropolis. Hello nga ne të tre. Një ditë tjetër, po të njëjtët jemi. Sa po dolem nga Dalinda. Ishte një coffee shop, ose si quhet ajo? Bakery. Edhe ishte shumë bukur. Thjesht nuk kishim uri, morëm shumë gjëra, po asnjë nga ato nuk e përfunduam. Kjo jo se ishin të mira, po ishin shumë të rënda, ishin shumë kalori. Gjithsesi kaluam shumë bukur, u qetësuam, tani kemi dalë. Si quhet kjo rruga? Jemi në Glifada. Okej, për ata që jetojnë këtu e din, për ne tjerë s'marrim vesh. Edhe po dalim, shohim një dyqan, ta mbushim ditën se pos kaluam në për dyqane nuk na duket si kemi bërë ndonjë gjë. Edhe pastaj do shkojmë te një restorant që kemi parë pamje shumë të bukur, si quhet? Kajti. Edhe pastaj do shkojmë atje. Kështu, mbrëmi mi lodha shumë sa që deri para se të vinim këtu, unë isha shumë rënd, personalisht. Por e mora veten, sigur qetësuam pak, edhe jemi gati për nisur ditën në orën 3. Kjo është shumë e çuditshme, për të thënë, por Tamam si grekët. po, tamam si grekët. Stiliana na tha që këtu je shumë okej, nuk je vonë. Ishin duke e konsumuar kafen, brioshat, ishin shumë okej me orarin. Për mua është shumë vonë. Pavarësisht se këtu në Greqi jemi një orë para. Apo jo, shqybje. Kafexhia e si puna ime, normalisht do ta lënte tek Nespresso për të marrë goodies. Po dolem nga Massimo, kemi bërë disa dëme, edhe Stile ka fajnë. stile ka fajnë. Nuk e kisha fare. Po, kur jam Alin, thot merë këtë se çka merë. Kurse kur lëviz me ambrën dhe Rogertin, ajtë se ke bëll ma bërë mu, si këto ke plot. Kurse stili më ndihmoi që ti konfirmoja të gjitha përshtimet që kisha përveç sa. Për këto dëme që bëra unë sonte, nuk ishim përgatitur, por janë
Një tip si unë nuk duhet premtuar për asgjë, i kisha premtuar Rogerti se të blej asgjë këtë herë në udhtim, por nuk janë premtime që mbahen këto, edhe e vërtetova sërish. Jam bërë gati. Jam lyer, kam veshur këtë bluzën nga seti i koleksionit që vjen me pantallona të zeza, por unë e kam kombinuar kështu me çizmet e zeza dhe pantallonat e bardha, duke shumë bukur dhe shumë stil. Kam vendosur këtë çantën, se ju thash që kemi bërë dëme. Ja, shikoni pak bukuroshën time të re. Ja, sapo e hapa, do fus çfarë më duhet në vete. Edhe të dali. Jam shumë e lumtur me blerjen e re që kam bërë, është fantastike, adhuroj. Sapo kemi mbërritur në dhomë, edhe Rogerti po bën një dush, pastaj do futem unë, dhe po përfitoj nga rasti të tregoj pak se çfarë kemi blerë sot. Kemi bërë shpenzime. Nuk I mbaj këto premtimet, kështu që më vjen keq Roger sa I them që kur të lëvizim nuk do blej këtë herë. Po kështu duhet të themi kur nisemi, se ndryshe thot Rogerti, po rrim këtu ku jemi se jemi mirë. Nisme të paren është blerja që keni parë tashmë, nga Tiko, është kjo çanta, super e bukur, është shumë unike, më pëlqen dizajni, më pëlqen materiali që është në suede dhe ka këtë ngjyrën jeshile si ulliri, që më thënë të drejtën është shumë e veçantë. Edhe pse unë në ngjyrë ulliri kam atë të botekës të madhe, po kjo është totalisht gjë tjetër. Më pëlqen që ka dhe këto hardware silver dhe të jemi sinqert në zëvërgja. Do ikesh, do dalësh, nuk është nga ato çantat shumë mikro, por është e vogël, e bukur dhe nuk e di, s'kam fjalë. Më pëlqen shumë, më thani nëse ju ka pëlqyer dhe juve. Blerja e dy që kemi bërë sonte në darkë, në të njëjtin vend, janë një palë çizme të shkurtra. Për ata që jetojnë këtu, është ky dyqani që ka brendet e ndryshme, një parasysh që gjeni të gjitha brendet, pak a shumë. Të tregoj se çfarë mora tek Paris, Texas, është një brand I njohur, mbasi jo shumë në Shqipëri, por ka materiale dhe gjëra shumë të veçanta, vjen kështu brenda, me siguri që këtë kutinë nuk do e marrim kur të kthehemi, ndaj këto momente me juve. Kjo është karta. Kjo është edhe dasbeku I çizmeve. Më pëlqen ka një ngjyrë rozë dhe te kjo dhoma shumë bukur. Dhe çizmet janë këtu. A nuk janë gjëra më veçantë që juve keni parë dhe më të rehatshmet? Janë material kamoshi. Kaf shumë e pjekur, pra jo ajo kafja normale që ju shikoni zakonisht kudo, por është akoma dhe më e pjekur. Kjo më pëlqen se zëvendëson edhe pak të zejtën me veshjet e errta, dhe kjo taka që është kaq unike, nuk e di. Thash do t'i marr. Unë I marr 40. Në fakt të këpusi që janë pak prerë shumë elegante dhe ngushtë, I marr dhe 40.5 ose 41. Por nuk kishte, dhe ishin këto të fundit parë, normalisht unë nuk do t'i humbisja, por do t'i vesh me çorape mishi, se me çorapet e tjera më viste pak këmbë, ndoshta nga që janë pambuku. Me çorape mishi I kisha fiks, kështu që kjo është blerja më unike që kam bërë deri tani. E di se sa herë bëj këtë unboxing, për çdo gjë them kjo është më e bukur, çdo gjë që unë bidem për ta blerë, normalisht më ka pëlqyer shumë, se ndryshe nuk e blej kollaj. Se kam mjaftueshëm gjëra që mos të rëndehem, por realisht këto ishin gjëra më e bukur, si me xhinse, kisha ato veshur xhinset veshur kur unë I provova, dukeshin me funde, fustane,
Nuk e di. Këto janë fantastike dhe janë shumë timeless. Mendoj se vitin tjetër do i përdor dhe ripërdor. Kështu që ishte njëri tjetër. Kalojmë tek Massimo Dutti, domethënë futëm te Zara, por nuk na pëlqeu asgjë. Edhe i kaluam më shumë për të hedhur një sy, por realisht kishte shumë gjëra të bukura tek Massimo Dutti. Tani, po filloj me pulovra. Unë normalisht blej gjëra që nuk i prodhoj në fabrikën time dhe që nuk kam, për shembull, se unë mund të mos i prodhoj, por kam. Mora pulovra, ky golfi i zi, shikojeni pak materialit, shumë i bukur, me krah të shkurtra, shumë shik, domethënë të gjitha outfitet që unë i mendoj me këtë, nuk e di, mund të jenë outfitet më të bukura. Vërtet mund të duket diçka e zezë bazike, por ndonjëherë gjërat bazike e bëjnë të duket veshja ekstra, me 2 detaje që juve mund t'i vendosni. Mora një tjetër pulovër, kam marrë 3 pulovra. Ishte kjo pulovra shumë e veçantë, me këtë si shall dhe ju e dini dhe koleksionet tona, jo vetëm ne, po kudo është një trend që, me thënë të drejtën, s'ka brand që nuk e ka risjellë në mënyrën e vet. Dhe më pëlqeu kjo, që vazhdonte si golf edhe pastaj kalonte shall përpara. Kur e provova rinte shumë bukur, ndaj thash të ta marr dhe ngjyra, këtë ngjyrën i dua të gjitha pulovrat. Është fantastike. Dhe realisht me çmimet që ishin këtu ishin goxha mirë, plus që i bie me euro, që euro është goxha lirë tani edhe për ne atje. Në pak fjalë i qëllon që fitojmë, nuk humbim kur blejmë këtu. Një tjetër pulover, kjo vjen më shumë si në butter, po të shikoni, duket edhe diferenca. Kështu që është kjo si në butter, është fix. Sa më pëlqej kjo ngjyra, dhoma, yll, fix. Ky do ishte backgroundi perfekt për çdo video time. Kjo pulovra, shumë e bukur. Mendoj ta vesh me t-shirt të bardhë poshtë, madje edhe atje kishin stiluar ashtu, po unë sa e pash e njëjta gjë më shkoi në mendje dhe është shumë bazike e bukur, mund ta veshësh me çdo lloj outfiti, i kam të gjitha pak a shumë në mendje. Por ato që unë do ju tregoj janë pantallona nga marrë shumë unike. Nuk e di, janë yll të bukura. Nuk e di nëse në Shqipëri kanë ardhur apo jo, se s'janë futur fare tek Massimo Dutti, u bë shumë kohë. Kështu që unë po ja tregoj, janë në material si në velvet, pra as në suede, po as në velvet. Është një gjë e mesme dhe kështu është goxha brenda si jeans, si gjë e fortë, e ngrirë. Jo nga ai velveti që është kështu si i butë, por nuk di të them. Këto në trup ishin mrekulli, ishte fantastike, edhe kur i vesha bashkë me pulovrën butter. Dhe unë i mora në masën 42, prerja është low rise dhe duhet patjetër kur janë kështu ti merr një numër më të madh. Dhe unë i kisha shumë fix madje, imagjinoni, janë ka 2 numra më të mëdha. Si shumë para zakonisht edhe prap i kisha shumë fix. Gjithashtu mora edhe një palë jeanse në ngjyrë blu të errët. Blu. Do thënë, këtë ngjyrë nuk e kam patur asnjëherë në koleksionin tim të jeanseve, nuk kam patur pamfundësisht jeanse në një ngjyrë, por në këtë jo. Dhe i doja një palë, më pëlqyen shumë, shikojeni. Edhe prerja është shumë e bukur. I kisha fix, pak fare të ngushta për të pëlqyer se unë këto 2 ditë vetëm kam ngrënë. Jam fryrë shumë të barku se u bë shumë po që unë nuk mbi ngopem. Zakonisht ha 2 vakte të lehta, kemi ngrënë 3 vakte, nuk e di se sa. Thjesht duke provuar gjëra shumë të lezetshme, unë jam kështu në ato momente që i kam hequr zinxhirat, nuk ma i dje, do shijoj udhtimin, ushqimet edhe një nga ndalesat më të bukura ishte edhe tek Nespresso. Thash të marr disa kapsula me që se jam këtu. Normalisht produktet prodhimi jashtë shtetit është më cilësor dhe më mirë dhe kur lëvizim jashtë mundohemi si të blejmë këto gjëra që mendojmë se i marrim me cilësi më të mirë. Nuk e di nëse është e vërtet, por që kështu të paktën e ndjejmë. Unë dhe shumë njëherë që bisedoj ose flas kur blejmë diçka. Tani,
Gjëja e parë që më pëlqeu dhe vleva ishte kjo për të vendosur kapsulat ngjitur me ekspresi. Unë kam njërën që pata marrë tek Megatech në material druri, por kjo gjë ishte shumë e bukur për shtatej me ekspresin që kam dhe normalisht shumë e bukur. Se çdo gjë tjetër dhe ashtu më tepër që do të kombinohet i njëjti brand. Një tjetër gjë që unë mora për kafe të ftohtë, e keni parasysh kjo që i frulon, domethënë e bën qumshin shkum fare dhe më pëlqeu që ishte pas një fish, pas një gjë, mjafton vetëm të karikohet me fishën e vet USB dhe ti mund ta përdorësh madje mund ta marrësh edhe në çantë. Pse duhet ta marrësh vallë në çantë me vete këtë? Për shembull të puna, po e marrim kot. Gjithsesi, më pëlqeu me qenë se unë isha vetë këtu, thash po e marr, se për kafe të ftohtë është fantastike kjo. Dhe e mora, unë nuk po i hap se mbase doja të tregoj edhe kur të jem në shtëpi kur të përdor, shfrytëzuar të prish paketimet. Të tregoj edhe kapsulat që mora, ka marrë 4 të ndryshme. Sugjerimi i asaj vajzës që ishte aty, ishin 2 nga këto që thanë janë limited edition dhe me cinnamon roll, domethënë me cinnamon arom roll. Nuk e di tani fix, por të shkojnë në vëmendje. Edhe ishin limited edition dhe ishin special. Të thash, po i marrë të provoj se sigurisht nuk e kam provuar më përpara. Mora edhe 2 shije të tjera. Një është karamel dhe njëra është çokoladë, më duket, ose nuk e di se si. Intense është vetëm 4, kur të shikoni këtu. Edhe kjo, nga normale. Edhe tjetër që mora aty tek Nespresso ishin këto biskota, nuk e dija që tek Nespresso kishte edhe biskota të ndryshme në shija. Mua më pëlqyen këto që ishin me çokoladë, kështu me copa çokolade, shikoni. Edhe thash po i marr. Tani pakër sa biskota janë aty, por të paktën ti shijojmë siç duhet ato momente që do pijmë kafe. Edhe mezi po pres. Realisht kam marrë edhe fixhan, nuk ja u tregova, kemi marrë në rëmë te ai restoranti që ishim, edhe fix tha dhe Siliana tha që ti ke marrë fix tani ke bërë një set dhe kur të kthehesh do pish kafe Nespresso tek fixhanat rinj që ti ke marrë. Këto janë shumë të bukur, por mbrëmë i lash te makina e stilit dhe nuk ja u tregova, nuk i kam këtu, do t'i marr nesër kur të ikem. Se i lash aty që mos të bëja poshtë e lartë të më thyeshin. Këto ishin të gjitha gjërat që ne kemi blerë dhe ato fixhane që ju thash, ato janë gjë më bukur, janë shumë të veçanta. Nuk kam diçka tjetër, çfarë mund të kem tjetër. Ato të Sephora ja u tregova, nuk se kemi bërë, siç ju thash, blerë të tjera, nuk dolën për blerë. Këto ishin gjithë gjërat që mora. Me thoni kush i pëlqeu më tepër. Kjo është praktikisht ramuja që bëhet pas çdo unboxing. Tani unë do bëj një dush edhe do më duhet të bëj gati valigjet se nesër duam ta shfrytëzojmë atë mëngjesin që e kemi deri në drek, të kalojmë dhe pak kohë me stile, se pastaj do ndahemi ne për Shqipëri ajo këtu, edhe mbaret kur do shihemi herën tjetër, së shpejti sigurisht urojmë. Edhe Mirëmëngjesi, nga dita tjetër jemi zgjuar, tani po nisemi për të ngrënë mëngjesin, do ngjitemi lart. Sot jemi shumë të shplodhur se sa dje, sidomos. Kam bërë dje mbrëm një dush, kam vendosur një mask që shikoni pak shkëlqyer që ka fytyrima. Vendosa dhe këto eyepatches, ka ja 20 minuta që i kam, por po i mbaj deri lart. Për gati, kjo është veshja ime për sot. Jemi kombinuar super fare dhe